Prej 2 dekadash, emri i Bleon Amatës është kthyer në një plag të hapur për familjen dhe shoqërinë shqiptare. Voglushja nga fsati Zapolli Kukësit humbi palën gjurmë në vitin 2010, duke lënë pas një mister që as policia shqiptare dhe as ekspertët ndërkombëtar nuk arritën ta zgjidhnin. Sot, pas plot 20 vitesh, një emision i njohur gjerman i specializuar në gjetjen e personave të zhdukur ka vendosur të hapë sërish dosjen e saj. Ky emision, i cili ka ndihmuar në zbardhjen e 10 rasteve të ngjashme në vende të ndryshme të botës, ka vendosur që rasti i Bleonës të jetë një nga më të rëndësishmit në sezonin e ri. Përmes bashkëpunimit me autoritetet shqiptare dhe arkivave të vjetra hetimore, ekipi gjerman ka nisur rikonstruksionin e ngjarjes së asaj dite të kopshme, duke përfshirë dëshmitë e banorëve dhe analizat e materialeve të mbledhura ndër vite. Familja e Bleonës ka pritur këtë hap me shpresë të re, ndonse dhimbja është e pashuar. Për ta, çdo detaj i vogël mund të bëhet një fije shprese për të mësuar më në fund të vërtetën, nëse vajza e tyre jeton diku apo nëse fati i saj tragjik ka mbetur i mbuluar nga misteri. Ky lajm ka trunditur edhe opinionin publik shqiptar, që shpesh e ka kujtuar Bleonën si simbol i pafajësisë dhe i padrejtësisë së kohës. Emisioni gjerman planifikon të sjellë teknologji moderne për analizën e provave të mbetura, si dhe për të përdorur metoda të reja hetimore që nuk ishin të disponueshme në vitet kur ndodhi zhdukja. Për më tepër, do të bëhen thirrje ndërkombëtare për çdo informacion të mundshëm që mund të ndihmojë në zbardhjen e këtij misteri 20 vjeçar. Ky rikthim i dosjes të Bleon Amatës është një shenjë që drejtësia, edhe pse e vonuar, nuk duhet të shuhet kurrë. Historia e saj është bërë pjesë e kujtesës kolektive dhe fakti që një emision prestigjioz gjerman po e rikthen në vëmendje tregon se rasti nuk ka humbur asnjëherë rëndësinë e tij. Tashmë, të gjithë syt janë tek rezultatet që mund të sjellin këto hetime të reja, në pritje që pas 20 vitesh të zbardhet më në fund enigma